Takimi i Edi Ramës me administratën dhe punonjësit të ndërmarrjeve të Bashkisë së Tiranës i zhvilluar në sheshin Skënderbej pas arrestimit të Erion Veliajt nuk ishte akt solidariteti politik apo njerëzor, por një shfaqje force për të diktuar distancimin nga ish-kryebashkiaku dhe për të vijuar skenarin e mirëmenduar të asgjësimit të tij politik. Pasi nisi pastrimin e drejtorëve dhe zyrtarëve të njohur si mbështetës të Veliajt, Pabloku ka vënë në funksion edhe kanalet mediatike që përdor për goditje selektive. Një ndër këta është televizioni lokal MCN me pronar në letra Endri Meksin, djalin e ish-kryeministrit Aleksandër Meksi, i njohur ndryshe në publik si kompetenti i Sudes. Ky ekran është arrestuar hapur në fushatën anti-Veliaj dhe ka kaluar nga shërbimi i vullnetar në shërbim të paguar. Së fundmi Endri Meksi është përblyer me një tender prej 640.000 eurosh për infrastrukturë të dedikuar optike dhe shërbime data për Bashkinë e Tiranës, shpallur dhe dhënë nga kryetaria në detyrë Anuela Aristani, e cila është kthyer në vegël e Bablokut për të firmosur shkarkime, emrime dhe kontrata pune. Kompania përfituese MC Networking në pronësi të Endri Meksit është e lidhur direkt me televizionin MCN. Kujtojmë se Meksi ka lidhje të vjetra biznesi me Olsi Ramën përmes koncesioneve qindra milionçe për monitorimin e basteve online. Për këtë arsye, ai është përfshirë në tepsinë e tenderëve shtetëror dhe gjatë viteve 2019-2025 ka përfituar mbi 14 milionë euro nga institucione si Drejtoria e Rrugëve, Policia e Shtetit, institucionet e shëndetësisë, të arsimit dhe njësi të tjera qendrore dhe vendore. Rasti dëshmon qartë se si Babloku shpërblen jeniçerët e propagandës së tij me paratë e taksapaguesve, ndërsa përdor çdo mekanizëm publik për të ekzekutuar goditje të porositura ndaj kundërshtarëve edhe brenda shtëpisë së tij politike.